Mirë, vjojmë timi në studio me Natasha Shuterigjin edhe me kolegen time Violën. Po flasim për gjuhën, do të flasim për letërsinë, do të flasim dhe po flasim për edukimin. Dhe përpara bisedave të rënda, peshojnë realisht edhe duhen bërë, t'ju ofroj nga një bono. Faleminderit. Nuk e di, cila është shija që të pëlqen më shumë, po? Pistachio është ajo atje, e gjelbra e shilja. Faleminderit. Egon? Ma jep atë me çokoladë është ajo e kuqe, a? Okej. Po, me çokoladë. Ja, kështu ju bëf të mirë, tani besoj jemi. Ju bëf të mirë sa herë t'ju marr uria ose keni nevojë për sheqer, është croissant bono. Sheqerin e rregullojmë me një croissant bono apo gjuhën dhe edukimin e çfarë rregullojmë. Tani, përpara se ta zgjerojmë pak, ti the pak më parë që gjuha shqipe është e pasur. Tani është vërtet e pasur apo i bëjmë ne qefin vetes? Sepse kam përshtypjen që duke qenë se gjuha shqipe është zhvilluar në një kontekst disi të izoluar historik, ku nuk ka dhënë dhe ka marrë me gjuhët e tjera sa i takon sidomos zhvillimeve shoqërore, shkencore, teknologjike, se janë këto që e përpunojnë gjuhën dhe e çojnë, po themi, në një nivel më të lartë semantik, pse jo. Në atë kuptim ka ngelur disi e varfër dhe duke qenë se ka ndodhur kjo që ka ndodhur, pastaj e ka shumë të vështirë ti rezistoj një gjuhë si anglishtja që është 4. Shiko. Nuk e prisi Egon. Jo. Nëse ju shpresoj shumë që të mos e kesh bindje këtë, po t'jetë nga regjia. Jo, këtë bindje, nuk e kam bindje, e kam dyshim. Nuk e kam bindje. Dëgjoj. Unë nuk jam gjuhëtar për shkak. Do të jap një shembull. Unë duke patur paksa sindromin e profesorit pedagogut, nuk ja lejoj vetes të mos e kundërshtoj apo ta pranoj një mendim me argumenta. Dhe argumenti që do të jap tani do na kthej pas në kohë. Një kohë edhe më të vështirë, në vitin 1944. Në vitin 1944, libri më i lexuar i të gjithë kohërave të letërsisë për fëmijë ishte, nuk besoj që e dini, Liza në botën e çuditërave. Çudinave mos ka qenë atë kohë. E kemi diskutuar bashkë. Liza në botën e çudinave. Çudinave. Erdhi në Shqip. Dhe s'kishte ardhur në Shqip përpara vitit 1944. Libri më i lexuar në botë i Lewis Carroll. Dhe janë dy të rinj që kishin mbaruar Harry Fulcin për pedagogji. Hysen më fal se harrova mbi emrin, Çela dhe Hysen Çela dhe Beqir Çela, që rastësisht kishin një mbiemër, nuk kishin lidhje me. Nuk kishin lidhje dhe marrin përsipër të përkthejnë Liza në botën e çuditërave të asaj kohe. Ato e sollën në këtë titull, se ajo në origjinal nuk është në këtë titull. Alice in Wonderland. Po. Dhe po Liza jo një herë. Më kupton që në titull ashtu. Dhe ç'bën? Than, pyetja e parë, $100,000 edhe më sot që i bën vetes. A do ta mbante gjuha shqipe anglishten e Carroll, që ishte përkthyer deri në 78 më duket në atë kohë gjuhë të tjera, a do ta mbante shqipja? Dhe jemi në vitin 44, cila shqipe? Shqipja toskërisht, gegërisht apo shqipërisht mesme? Dhe ata vendosën. Si thuhet korrekt, gegnisht apo gegërisht? Gegërisht. Standardi e do gegërisht. Okay. Mua më pëlqen ta them gegnisht, se kështu më shijon. Nuk bëj gabim. Okay. Dhe ata gjetën u mbështetën tek mendimi i kohës, sepse në vitin 1921 ishte një urdhër që kishte mbetur, le të themi si atavizëm, i ministrit të kohës që të shkruheshin për aq kohë sa skemi standard, të shkruhen tekstet në elbasanisht. Dhe ata e morën, e përkthyen në elbasanisht. Njëri ishte nga Durrësi, tjetri ishte nga Lushnja. S'kishin lidhje me elbasanishten. Aty diku në mes të dyjave është edhe Elbasani. Durrësi, po Lushnja jo. Okej. Dhe e përkthyen në elbasanisht. Këtë e morën, siç bëri dhe Kristoforidi në vitin 1868, bën dhe këto, e ngarkuan në shtëpinë dhe filluan të shëtisin në shkollat shqipe fillore nga Saranda në Shkodër. Klas më klas, lexonin, kuptohej,
çfarë s'kuptohej? Arrinin nxënësit me këtë gegnishte të butë, por dhe to skërishte të rënd, po e them unë, metaforikisht, që ta kuptonin nga ju dhe pa që e kuptonin. Dhe e botuan. Në vitin 44 del Liza në botën e çudinave në elbasanisht. Kur një botues shqiptar kishte nostalgjin ta rikthente këto botim të parë, më dha detyrën të shpjegoja pse elbasanisht e mbante anglishten. Fillimisht a e mbante dhe pse e mbante. E para unë nuk e trajtova si elbasanisht, e trajtova si gjuhë shqipe. Dhe kam trajtuar se sa bukur shqipja e 44-s, ajo shqipe ku 80% e popullsisë, siç na ishte thënë, ishte analfabete, arrinte të mbante një gjuhë aq të lëvruar dhe aq të kultivuar sa ç'ishte anglishtja. E mbajti me aq sukses sa botimet të më vonë për një kohë të gjatë mbjetoi në elbasanisht. Më vonë pas standardit ajo u përkthye edhe në standard. Pra shqipja e mban. E para, e mban se është një gjuhë shumë fleksibël. Dhe këtë do t'ju them, me që më the të mbaj një gjuhë si anglishtja, e gon do të bëj një pyetje. Si thot anglishtja për kur një kafsh humbet jetën, kur një mace humbet jetën? Daj. Vdes. Si themi ne kur një mace? Ngordh. Nuk është tur për një gjuhë kaq zonjë sa anglishtja të thot vdes njeriu, vdes kafsha. Por thot edhe perishës. Vdes themi ne. Ti të shkoj vdes në mendje. Është kështu? Unë nuk e pranoj dot që Shqipja i mban të gjitha gjuhët e botës dhe nuk e pranoj dot që ne i shkëputëm lidhjet me botën, se Kadareja thot një gjë shumë të bukur. Në kohën kur ligjet e shtetit i kishin vënë mur marrëdhënieve me të tjerët, një kalorës i çmendur kaloi, thoshte, ka përceu të gjithë këto ligje dhe erdhi dhe na marrosi dhe ne. Ky kalorës, marrëzia e të cilit shkonte shumë përshtat me marrëzinë e sistemit. E kishte fjalën për Don Kishotin e Manches. Pra ne e pranuam, Shqipja e pranoi, po aq bukur sa që erdhi dhe ai. Pra vërtet ne ki ngritë mure, po gjuhës nuk mund të ngresh dot mure kurrë, sepse gjuha ka të bëjë me ndërgjegjen. Tani, të dalim tek e dyta që ju tha. Mund t'i themi për shembull këtij mjetit. Atë pra do dal, më jep mundsinë të flas, e kuptoj ku do dalësh. Ti them si do t'i thoni në shqip. Celular. Z largët qelizor. Celular. Z largët qelizor. Telefon. Po pse duhet ja them? Z largët mobile. I lëvizshëm ose celular qelizor. Si thon celularit në Amerikën Latine, si thon? Gjermanët e kanë përkthyer për shembull televizorin. Sa vend kanë zënë? E kanë bërë farzin, shikuesi largët. Dakor, po sa vend ka zënë? Në momentin kur objekti hyn, ai hyn bashkë me kush është piku celularit? As unë nuk e di, se po bëjmë si Big Brother. Në Shqipëri jo një. As unë nuk e di. Është pikur në një vend X dhe telefonin, ndoshta po s'është telefon. Se ka përcyer telefonin. Është zyrë në xhep. Okej. Dhe kur objekti hyn bashkë me dhe është në truall bosh, padyshim që do të futet bashkë me termin dhe unë nuk shikoj asgjë të keqe. E diku do shikoja gjë të keqe nëse fjala celular nuk do lakohej. Por unë në këtë moment cilën fjalë kemi të fundit ne që e futëm në fjalor online-in. Online. Po, vetëm në linjë. Në linjë online e përdorim. Unë nuk mund të them në celular tënd, unë them në celularin tënd, etj. Pra kjo do më trëmte. Nëse unë do thoja në celular tënd, pra nuk do ta lakoja fjalën. Ose do thoja celularët e zi. E zinj, po. Pra, të gjithë arrim në përfundimin që unë nuk trëmbem nga futja e fjalëve. Për aq kohë sa do të nënshtrohen rregullave të përdorimit të gjuhës shqipe. Kjo është ajo që do më trëmte, po që edhe nuk është se më trëm shumë, se gjuha ka logjikën e vet dhe s'ka ligj në botë që t'ja ndërpres zhvillimin një gjuhe. Pra nuk e pranoj dot që shqipa është e varfër, shqipa është shumë e pasur. E megjithatë ti ke një fart të drejtë, sepse kjo gjë që po ndodh me shqipen, kjo gjë që unë jam mësuar të jetoj me një zysh në shtëpi, kështu që nuk e kam problem. Shikoj, ke shumë drejtë sepse për hir të së vërtetës, kjo gjë që po i ndodh shqipes, po i ndodh edhe një gjuhë tjetër, të paktën me aq sa unë di, një gjuhë shumë të pasur, realisht shumë të pasur se shqipja, siç është italishtja, e cila po fut pjesë të. Pse pranoj dot që është shumë e pasur se shqipja, pse duhet të themi që ka edhe fjalorin e ka më të madh. Tani latinishtja është ajo që është. Ka furnizuar anglishtën, gjermanishtën. Latinishtja është e vdekur. Po është trashëguar tek italishtja, është bija e saj.
Ndjek nuk hash debat. Jo për ta fetishizuar. Nuk e di nëse unë dua të them këtë. Unë nuk e di se cili studim ka arritur në përfundimin që italishtja është më e pasur se shqipja apo shqipja më e pasur se greqishtja. Pra, këtë nuk e di. Më duken siç nuk mund të them se do isha shumë folklorike, po thua që shqipja është gjua më e pasur në botë, është më shumë. Jo, dhe këtë nuk e di. Duhen bërë studime të mirëfilta të gjykatës krahasuese. Këtë nuk e di. Por ama nuk mund të pranoj që shqipja është gjuhë e varfër, për aq kohë sa ne përveç një gjuhë, përveç këtij fjalorit, ne kemi gurrën popullore, kemi gjuhën që nuk shterron kurrë. Ne kemi dialektet. Pyes dikur një përkthyes shumë në zë të letërsisë shqipe, i them, çfarë bën ti në rastet ku shqipja të vjen e ngushtë? Se ka raste patjetër, sidomos në përkthim, që shqipja të vjen e ngushtë. Oh, thaj, shkoj te dialektet, shkoj tek zhargonet. Por thot, edhe shpik fjalë, ma jep mundësinë shqipja të krijojë fjalë të reja. Dhe ku ka më bukur? E dini që fjalën dashurie ka krijuar Naim Frashëri? Çiko Savon. Do me thënë, Naim Frashëri ka vdekur në vitin 1900. Nuk e dija. Po, e ka krijuar Naim Frashëri. Pra shiko sa e vonë.